Sot është një ditë e veçantë për mua, për familjen time, cilën po ke mundësi mi dhuru një veturë. Inshallah këta e gëzojnë edhe inshallah gjithmonë e jetë i kanë të në të mirët të Zoti Joshën. Dhe që falenderojmë në shoqërinë në çka që bëu sebeb shumë familjes Zoti është shpërblet të krejtë. Tash e ki rrugën qelë me shku në qytet me pi kafe me shëtit. Unë jem Shefqet Miftari, jem një humanist i cili mirna me persona me nevojat veçantë, e bëj këtë punë fise birila për i Zot Zotit, veç më ju ndalë ndihmë këtyre familjeve me nevojat veçanta. Inshallah Zoti shpërblen. Sot është një ditë e veçantë për mua, për familjen time, cilën po ke mundësi mi dhuru një veturë, një familje të persona me nevojat veçanta, cilët e kanë vetëm një djalë, e kanë me nevojat veçanta edhe jetojnë vetëm me 150 euro. Vetura sot nuk është luksus, është e domosdoshme për familjen e tyre, janë këgja larg prej qytetit, edhe sot dojna me gëzu këtë familje, me udhëru këtë veturë. Inshallah Zoti jo jap marrën. Si që thash ma herët se unë jem Shefqet Miftari nga Podujeva, humanist që mirna me persona me nevojat veçantë. Jemi afër tash në këtë fshatin ku kemi me dërzuar veturën afër familjes. Inshallah Zoti i don të kënaqën edhe ne jemi gjithmonë mirë për këtë familje. Allahu i shpërbleft. Ja, na, kemi po për qefën des, të të... Mo shpërblet, kretë, kush e ka bo të më shpekto. Po tregoj, këtë u konë ma shumë që kumë po laf me shoqen edhe kjo u konë për me... Ke iniciativë u konë që kumë bisedu edhe me shoqen edhe shoqja më ka propozuar me thonë që kur kemi një që vajza juve ka marrë lejen për kerë. Shefqet, edhe unë po të falenderoj po gjithë punën, angazhimin, mundin tonë që e bën Mishë e Dashur, jemi pra në vendin edhe ku ishte destinacioni makinës, ku Shefqeti ju ka dhuru një familjes, e cila ka nevoj për një makinë, dhe Shefqet dhe ishte atë pës, ka gjithë këj vëllet, këj energji pozitive, jo vetëm këtë rast për në shumë raste tjera, dhe më thotë. Po tregoj, kretë kjo vëllet që e kam, i kom provu të në gjitha vetë. Atëherja besej çdo kuj. Unë jam mëti në kontakt me këtë familje, këta jetojnë me 150 euro, si që të ka ma herët, që nuk mujnë me siguru barnat se jem më bojdarë diçka, po falë Zotit që
vullneti jem edhe bamirësia e shqiptarëve që na animojnë shumë këtë drejtim. Na kemi shpreh dëshirën edhe kemi ble këtë vetur, po veturën e kom ble me mjetet mia. E inshallah këta e gëzojnë edhe inshallah gjithmonë e jetë i kanë të natë mirët të Zoti jashën. Unë e falenderoj edhe kjo vajza që shkon në fakultet edhe ka marrë lejen për kerr, që e di që njerëzit kanë kontribuar për këtë punë. Inshallah ka një vëzitje shumë të rehatshme edhe gjithmonë kur problem nuk ka, inshallah Zoti e bekon këtë familje. Si po jetoni tash me ju pyet të kushte pak kushtet me 150 euro, por një dhuratë sa do pak ndoshta edhe e nevojshme për shkak të largësisë. Largësisë djali e kem si pa qefe do të më çutë mjeku pasha Zotin gjendje shumë tonë me edhe mënash në vetë është e jashtë pa meritume as banja s'ka keramikas, s'ka kogjas, s'po më ja dalim se djali është shumë gjendje tonë, po do të më çutë mjeku, s'kem kurfar me 150 bona, as bona s'po muj me ja dal. E që falenderojmë në shëfqetin në qa që bo sebeb, shumë falënis Zoti shpërbleft të krejtë. Fatlum tash me makinë. Tash e ki rrugën qelë me shku në qytet me pi kafe, me shëtit. A ki marrë të une me kërë? Po, thuj. Po. Bravo. Qashtë. Bravo. Okej, atër, une nëse keni diçka për fund shëfqet, përpse aktivitetet tua janë të pandalshme, si që është rasti me dhurimin e kësaj makine, kësaj familje, cila seriozisht ka pas nevojë për një makinë për shkak të distancës dhe nevoja familjare, dhe cili është mesazhi juaj për gjithë ata të cilët dëshirojnë të ndihmojnë dhe të jenë pjesë e këtij humaniteti që e bën ju. Po, unë po të tregova se mirë na shumë me persona me nevojë të veçantë, ma herët e cekom se mbaj edhe lokalin që veç falim se janë çka do që ka nevojë. Kështu që unë kësaj familje ju urej sukses, ju urej vëzitje të rehatshme, inshallah Zoti bekon, inshallah bëhet një familje në komunën Podujevës më mira, më e pasura. Faleminderit shumë shëfqet. Faleminderit. Mirë të dashur, pra siç e pata ju situatën që nga momenti kur fillum me shëfqetin para lokalit ku është i dedikuar vetëm për njerëz me aftësi të kufizuar, ku njerëzit mund të dërgojnë gjësende të ndryshme. Veshmbathje apo çfarë do të qofshin ato dhe gjithë ata të cilët kanë vullnetin e mirë të ndihmojnë, i keni poshtë ekranit dhe kontaktet të shëfqetit, një humanist i madh, i cili në fakt i ka përjetuar tha edhe vetë, të gjitha vetë, dhe nga ai momentën thot ka filluar që të ushtroj këtë aktivitet, këtë humanizëm duke u nisë nga përvojat e tij. Atëherë, nga ne, mirëmbëjtje deri në historiet e ardhshme.